Unë nuk dua që ndoshta ta teproj me ligjërat, pasi që kemi edhe hoxhallar të mjaftueshëm këto, por do të bëjmë një program modestie nga këto hafizler të cilët na kanë nderuar dhe kanë ardhur, edhe nga këto hoxhallar të cilët gjithashtu na kanë nderuar dhe kanë ardhur në prezencë, Allahu i shpërblet inshallah me të mirat e tij. Sa për shkurt do të përmendni dhe do të themi fjalën çka nën kupton fjala sunne. Të gjithë e dim se Kurani është fjala madhështore e Allahut subhanahu wa taala. Të gjithë kemi dëgjuar se suneti është fjala apo kuptimi i vetë të dërguarit Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mirë po, në këto momente bëhet fjalë për suneti, për sunetullok, të cilën e themi ne në gjuhën tonë, pakës ma të themi katullarqe. Sunetulloku apo sunetia e ka prejardhen nga koha e Ibrahimit a.s. nga koha e pejgamberit Ibrahim a.s. Në momentet shumë të moshuara, vetë Ibrahimi a.s. i u pa obligim sunetia. Mirë po çka është dhe a ka argumente strike nga ajetet kuranore për sunetlëk? Duke u bazuar nga gjithë fjalët e Kuranit, askund nuk përmendet fjala në terminologjinë e gjuhës arabe, fjala e sunetlëkët në Kuran. Mirë po, në bazë fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kuptohet se shumë kontekste të fjalës së tij përmendet se çfarë është kuptimi i fjalës sunetlëkut. Të gjithë e dim se kur lind fëmia në veçanti djali, në radhë të parë përgëzohet me çka? Me emrin Islam. Në radhë të dytë qethet flokët e tij. Do të thotë prehen flokët e fëmisë. Mirë po të djemë, mbas shumë mendimeve të dietarëve thuhet që në fillim fëmia duhet të bëhet sunet. Edhe pse mbas mendimeve të disave thuhet në ditën e 7. Ka edhe mjaft mendime tjera të cilat thuhet se deri në kohën e pubertetit ka kohë dhe është periudha e sunetlëkut. Edhe ata bazohen në bazë argumenteve të cilat janë të Ibrahimit a.s. Mirë po, preferimi më i madh i Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam është që çdo fëmijë të bëhet sunet në ditën e 7 pas lindjes. Në ditën e 7 gjatë asaj periudhe do të thotë bëhet edhe therja e qurbaneve, akikave të cilat janë obligative për çdo besimtar. Mirë po, problematika e dietarëve është se sunetlëku është sunet apo është vajib. Edhe pse shumica një mendime dietarëve thonë se është vajib, pra një mendim i disa dietarëve është që suneti është sunet. Është e pejgamberit alayhis salam dhe nuk mund t'i thuhet vajib, pasi që vetë fjala vajibun në terminologjinë e gjuhës arabe është obligative. Ashtu si që përmendet fjala fard, do me thonë farzi, ashtu e ka kuptimin edhe vajibi. Në vendet arabe shumë herë përmendet vajibun, e asesi nuk e përmendet shembull farz. Mirë po kur thuhet vajibun, atëherë është obligative e domosdoshme. Prandaj, sunetlëku të ne besimtarë muslimat është obligative. Pasi që është prerje apo pastrim i një pjesës së lëkurës së fëmijës nga çka? Nga sëmujet të cilët mund që të vinë në të ardhmen.
nga pastrim I mikrobeve, nga pastrim I kancereve dhe ashtu me radhë. Po shohim se në periudhën e fundit, në shumë vende, gjithë ata jo muslimanët të cilët nuk janë bën sunet, ose nuk e di se çka është sunet lloku, kanë probleme të mëdha me prostatën, vëllezër të nderuar. Kanë probleme me kancere, kanë probleme me lloj smutijeve në pjesën e asaj të cilës duhet mu bë sunet çdo person. Mirë po, te muslimanët nuk ka aq dhe nuk ka numri pelesa I madh, pasi që kur e qon Allahu smutin nuk ka largim nga ajo. E jo rastisht në disa shtete, sikur që është në Francë, ka spitale të posaçme ku edhe jo besimtarët, jo muslimanët bëjnë sunet. Andaj të nderuar vëllezër, nuk duhet të harrojmë se sunetllëku është çështje obligative çdo besimtarit, çdo muslimanit. Duke mos dash që ta teprojmë, duke mos dash që të mbajmë ligjërata shumë të gata, pasi thash edhe në fillim do të ketë tjetër I cili do të thotë në kontekst kësaj fjale apo kësaj teme. I lutemi Allahu që inshallah ki mexhilis të ketë të bëhet I hajrit, pasi që çdo tupim edhe çdo mbledhi, sikur të mos kishte qenë në këtë moment sunetllëku idealit të Mutalibit, ndoshta ki farefis, miqësi, shoqëri mes veti nuk do të kishim vend tjetër ku do të takoheshin. Pasi që tash na ka kaplu interesi I kësaj dunjaje, na ka marrë përpara interesi dunjallokut, dhe nuk shiqojmë në aspekt islam, po shiqojmë në aspekt të intereseve të jetës tonë. Ndoshta shumë herë kemi dhe shohim se ndoshta vllau të vllau shifet me vllaun pas 3-4 muajve apo 5 muajve, ndoshta edhe në Ramazan në ndonjë iftar apo në bajrame e ashtu me radhë. Por është fakti I mirë që te ne musliman ka si farlloj tubime, ka si farlloj manifestime, ceremonia, ku bashkohen të gjithë musliman, të gjithë familjarët në një vend, shifen, përqafohen, vllazërohen dhe I qajnë hallet e veta në mes veti. Elhamdulillah, edhe I falenderojmë Allahut për gjithçka.